Me fillimin e votimit në përfaqësitë diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, në orën 13 sipas kohës lokale në Kosovë, ju njoftojmë se tashmë procesi i votimit është duke vazhduar në të gjitha përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës. Pra, procesi i votimit është duke u zhvilluar në 30 përfaqësi diplomatike të Kosovës, të cilat ndodhen në 18 shtete të ndryshme të botës. Sipas të dhënave nga 26 përfaqësi diplomatike, 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar 38.97% e tyre, apo 10.804 votues. Për të sqaruar edhe një herë, vetëm votuesit e regjistruar në përfaqësi diplomatike do të mund të votojnë sot, pra gjatë ditës, pasi në listën votuese, e cila është dërguar në përfaqësitë diplomatike, janë vetëm emrat e shtetasve që kanë përzgjedhur këtë mënyrë votimi, kur janë regjistruar si votues jashtë Kosovës gjatë periudhës së regjistrimit. Në përgjithësi, votimi është duke u zhvilluar, do thotë, në 47 vendvotime që u përkasin 17 ambasadave dhe 13 konsulatave të Republikës së Kosovës, të cilat, siç thash më herët, janë të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës.